përsëri së bashku, përsëri me ju të dashur miq, jemi shumë të lumtur që qëndrojmë me ju që prej orës 18 deri në orën 20 në shoqërinë e atyre që janë në radio, në shoqërinë e atyre që po na ndjekin, po bëjnë zapping në këtë moment në kanalin 10 apo ata që zgjedhin të na ndjekin se jemi kudo. E di. Jemi dhe në aplikacion, kështu që në çdo lloj forme, nuk kam justifikime, duhet të dëgjoni të Albania Radio dhe ishim tek vendi më i mirë për të shtrirë. Të pëlqen të shtrihesh vetëm apo në shoqëri? Si t'jet vakti. Kush është destinacioni që ti zgjedh për të pushuar këto pushime që ti po flet? Domethënë pushime ku ti shkon, shtrihesh, qetësohesh, zgjedh jugun e Shqipërisë, zgjedh veriun. Ky shtrihet që nga avioni më sa nga avioni, shtrihet. Pastaj fillon të transportojnë. Kjo është po, herën e fundit që isha zgjodha Turqinë, ka ca vite që zgjedh Turqinë, nuk do ta zgjedh më se u bë mërzitshme me thënë të drejtën. Greqi. Po se dhe fëmia u rrit dhe. Se është çështje fëmijësh kjo. Sigurisht që vinë më marrin, hapet ajo dera e furgonit, futem aty brenda, shtrihem edhe kaq baroj. Dhe lë në furgon derisa vin dita për të kthyer. Gjitha, shtrihen e varë. Shtrihen. To pushimet verore po thua, apo jo? Pushimet verore zakonisht i bëjnë në vende midis Shqipërisë edhe jashtë, pra bëj një kombinim, jugun e preferoj, shkoj në jug. E kam shumë qef pjesën e Himarës. Himar. Sa di pse të imagjinoja Borsh. Jo, Himar. Do të Himara se ka dhe lëvizje si qytet. Tem në Himar, i çik më shumë ti, pastaj Po, vitin e kaluar isha në Potam. Je kënaq, po pak ftohtë ujë. I çik i ftohtë, me thënë të drejtën ujë. Po nuk ka problem, se un jam po jo. E para jam shtrirë, dhe dyja jam larë në ujë Valbona vëlla, unë e kam nuk e kam problem. Ke Valbona, e ke zgjedhur ndonjëherë për pushime verore? Është martuar më jo. Jo, ajo Valbona. Okej, më fal. Dhe do të sugjeroja meqense se ti e njeh mirë si vend. U për shembull shkova në Thet në periudhën shtator-tetor. Është i bukur, është yll. Ishte edhe më thanë mua fishutrazh, mora unë. Pastaj pash temperaturat, nuk është ishte një freskët, kaq i këndshëm. Pushime verore tani, pushime verore, totalisht pushime verore, nuk do ta rekomandoj se s'ke çfarë bën. Po jo, nuk ke çfarë bën për shumë gjëra, shumë gjatë. Më kupton? 2 ditë po. 1-2 ditë duhet ta bëj patjetër. 72 orë të bukura. E bën, i 72 orë shumë të mirë, kush e ka qef edhe hiking, kush ka qef natyrën. Edhe është zhvilluar si vend, domethënë kanë filluar këto resortet e para. Po, është shumë mirë, më pëlqen shumë, e rekomandoj shumë, por fatkeqësisht do thoja, domethënë jo shumë gjatë, jo 15 ditë e përhershëm. Mirë, se do të ishte një resort i cili do të jepte të gjitha këto komoditete dhe Shqipëria pak nga pak po përmirësohet. Okej, absolutisht. Është interesante për të qëndruar dhe gjatë. Për shembull, unë nuk e kisha vizituar ndonjëherë dhe ndjes se po ndroj temë. Nuk e kisha vizituar ndonjëherë Bregdetin e Shëngjinit dhe pash hotelerinë e Shëngjinit. Edhe Velipoja. Edhe Velipoja dhe Shëngjini gjithashtu, që ti mund të qëndroje realisht edhe 10 ditë shumë komod. Plazhi ishte shumë i bukur, era shumë e pastër. Edhe aty janë bërë goxha investime. Po ishte është më mirë se Durrësi. Ishte diçka më mirë. Ta them unë, s'ka nevojë. Kam shtëpi në Durrës dhe është më mirë se sa Durrësi, me thënë të drejtën, pjesa e Velipojës. Edhe shërbimi është shumë mirë. Po shiko, ne jemi të prirur drejt plazheve përgjithsisht, duke qenë se kemi konceptin e pushimeve verore, duam ta ndjem atë të nxehtin dhe shkojmë drejt plazheve, prandaj them unë që për shembull zonat malore, unë nuk do i rekomandoja për më shumë se sa 2-3 ditë, vetëm nëse je smur, je me astëm, ku di unë, se ato të bëjnë mirë. Ajo është tjetër muhabet pastaj. Ndërkohë, për të shkuar, për të kaluar një fundjavë shumë të mirë, edhe 2-3 ditë kalohet në perfeksion, edhe në Thet, edhe në Valbon, në Reç, në Razm, gjithë zona është shumë e bukur me thënë të drejtën, kështu që mund ta rekomandoja. Nëse do kishe buxhet pafund, dhe sigurisht gjithë ne që punojmë në djersë edhe me gjatë, manifesto. Eksakt, nëse tërheq po, nuk bëjmë dot udhëtimet realisht as si ato që shohim nëpër Instagram të disa vipave shqiptar, ne jemi roktar të thjeshtë. Ti bën Hariola. Flasim bashkë. Universi të sjell buxhet no limit. Kohë no limit. Ku shkon dhe si organizon këtë udhëtim, cili shtet? Nga Azin. Po. Sa kohë? Një muaj? Albani gjithë jetën. Një muaj po një herë, Azin po, unë më të rejsh shumë pjesa Aziz, Japonia, Korea, Filipine, Tajland, Kin. Se Filipine, Tajland shumë shpejt. Çfarë të pëlqen? Do të pëlqen kultura, kultura, duket sikur është komplet një botë tjetër që s'ka lidhje me ne fare. Pra, duket sikur është një koncept, ja se ti ke qenë, e di, nuk e di a ke qenë ti. Jo, e shkreta. Dy të shkretët. Më duket sikur kanë. Kështu se kemi pretendime. Duket sikur nuk merrni oferta dhe çanta shtëpi.
shpinë. Jo me jo, gjatë pulva, edhe me çan shpinë të shkosh tu në Kore me thotë drejtën tani që ky muhabet kështu. Po spatë ja 2-3 valixhe që hajde se e di unë atë punë, po ti lëre ti. Dhe të shkosh të shohësh këtë kultura, të shohësh mënyrën se si ata jetojnë, konceptet që kanë për jetën, më duket shumë interesante me thënë drejtën. Do kisha shumë dëshirë. Pra Azia dhe jo për shembull Shtetet e Bashkuara apo Afrika. Jo, s'kan drejtë kur, jo. Gjithsesi Azia është e lirë, përtej biletave që shkojnë shtrenjtë, çmimet relativisht janë të lira në pjesën më të madhe. Po buxhet pa limit. Tjera ti mbajnë vetë. Buxhet pa limit. Po mi i harxojmë ca nga ato buxhetit, atje të tjera ti ruajnë për gjëra të tjera. Ne kë ishte në këtë përshkrim. Sinqerisht, pa i mbetur hatrin nusës, ndoshta apo një shoku të caktuar. Kur e përshkove, mirë thash përshkove, po këtë udhëtim kë ishe. Në trurin tënd ato sekonda. Kam përshtypjen me familjen është pak e vështirë ta bësh këtë lloj tripi që po them unë. Është komoditeti, goca etj. Mendoj që me ndonjë mikesh ose grup miq të mirë, jo shumë. Mos është kjo një ftesë për ne Alban. Po ja, si me kështu se me që thotë jo po na thrisni, jo po na kanë ulur çmimet, jo po na kanë dhënë oferta etj. Ne po bëjmë gati për një tjetër trip në Azi, kështu që mendoj. Kështu që me ca miq të mirë do ishte shumë interesant. Eriona Rusi, i ngjan këtij tripi? Po, absolutisht Eriona mua më duket shumë interesante për këtë. Është eksploratore, i ka qef shumë të gjërat. Julka Gramo? Julkën e kam më shumë, e shoh më shumë si njëri plazhi. Në Turqi Julka. Ariola Shell? E dërgoj në Turqi. Ariola është si puna ime. Ariola eksploron, mund të eksploroj, po bashkë me komoditetin. Po pra. Ti s'merren para. Lere o burr. E di pse ta bëra këtë pyetje se ndonjëherë udhëtimet janë test për miqësitë. Ka ndodhur për shembull ti të prish një miqësi në një udhëtim ose dy çifte apo dy shok apo një grup shokësh, se udhëtimet janë test shumë i vështirë për të ndarë dhomën për shembull apo hapësirat përbashkëta me miq që si kanë ndarë më parë. Ashtu, jo, nuk e kam provuar, nuk flas dot për këtë pjesë, nuk e kam provuar, domethënë. Pa je i mendimit që njerëzit njihen në udhëtime, se është një shprehje e famshme që njerëzit njihen në udhëtime. Njihen në udhëtime, është e vërtetë që njihen, varet nga udhëtimi, varet sa ku do rish. Se kam përshtypjen ajo që i bën njerëzit për të njohur më së shumti është koha, jo vendi, jo ku janë. Koha, sa kohë rri me ta. Se mund të shkosh në një udhëtim shumë të bukur me ca miq, të rish 2 ditë, kam përshtypjen për 2 ditë s'do ta zgjoj për 2 ditë. Tani do rrish edhe i çik apo si e ke? Rri dhe pak, se biseda po bëhet shumë e bukur. Dëgjoj muzikë dhe likthemi pas pak. Ariola Sheu, Arion Muça dhe një super i ftuar që po na kënaq me bisedën e vet, edhe pse udhëton shkurt. Jo në shkurt, po ndoshta edhe në shkurt, po udhëton shkurt. Pak e sakt thuaj, pak e sakt. Alban Musa. Shumë faleminderit që je me ne dhe po na rëfen udhëtimet e tij dhe mënyrën se si ai udhëton. Je tip kërnaci kështu që e kursen lekun, e dorë shpuar komplet. Ja, ky është problemi me Alban. E di ajo, dorë shpuar, domethënë nuk e di, nuk se si vikin ato lekët kur shkojmë në udhëtime, nuk e marr vesh, po ikin. Nuk e çfarë kursen? Pashu jetohet jeta një jetë keme. Nazja, nuk kursen nazja. Jo, kur udhtoj, jo. Okej, ulesh në shtëpi dhe po bën gati udhëtimin e gushtit. Hotelin më të mirë që ke në buxhet, atë zgjedh? Nëse është një ngjashëm, pra 8.5 me 8.5 në booking. Njëri kushton 100 euro më lirë, tjetri 100 euro më shumë. Po të mendosh ty që në familjet shqiptare vendos ka për buxhetet burri, po ndoshta vendos gruaja more. Ndoshta i thjesht bën valizë. Kush e ka ekonominë e shtëpisë? Si e ke ekonominë e shtëpisë? Bashkarisht, jo kemi, domethënë nuk kemi një buxhet të përbashkët, kemi një buxhet të përbashkët, ku kemi të shtëpisë, po kemi edhe lekët tona. Pra i kemi edhe të ndara. Unë nuk jam nga ata burra që i them gruas dorëzoj çik rrogën në shtëpi. E ka kartën e vet, ka rrogën e vet, vazhdon bën blerjet e saj. Se nuk ka kuptim, domethënë më duket idiotësi e madhe kjo gjëja kështu. Por përgjithsisht vendimarrjet për buxhetin, sa do harxojmë, e bëj unë. Pastaj gruaja shton ca të tjera. Për shkak se je ti ai që menaxhon shitblerjet e shtëpisë. Jo, nuk ka ardhur krejt natyralisht, nuk është se ka ndonjë arsye. Jemi zot, ndoshta. Nuk di ta them, domethënë nuk di ti vë një emër. Ka ardhur krejt natyralisht kjo gjëja. Kështu ka lindur, nuk është se e kemi ndar, nuk kemi nga këto lloj problemesh. Por s'më the, të njëjti hotel me të njëjtën ranking, njëri kushton 100 euro më lirë, tjetri 100 euro më shumë. Do e shikoj pse kushton ai 100 euro më lirë, i gjë e ka aty brenda. Po, ku është hilja këtu? Kështu që për të kursyer hilen, ti shpenzon 100 euro më shumë. Po. Se shkon atje dhe nuk i dihet. Për 100 euro nuk kurr. Tjetër. Nuk kursej, realisht fare për udhime. Domethënë ndonjëherë teproj, më shumë se ç'duhet.
Po si e menaxhon buxhetin sepse Po vë një buxhet unë. Ti thua. Po jo, po një sekondë tani, se unë nuk bëj. Brenda këtij buxheti. Po dalë se nuk thash që shkoj me çek të bardhun atje. Se ishin duke u ndar nga burrat këto në makinë, se thanë. Po jo, zënia shife këtë zemra, shkësi. Unë vëm një buxhet. Zgjedhim hotelin me mëngjes, se han 11 dhe kur dalim drekën e kaloj. Dëgjoj, te hoteli nuk bëj toleranca fare. Te hoteli unë e dua shumë të mirë. O plako, unë e ham mëngjesin sa më vonë që të kursej drekën, e kupton? Jo, absolutisht. Unë vë një buxhet, pra ne vëm një buxhet. Arione disa keq modele. Unë jam njeriu që në udhëtime kursej. Arione do ta mendojmë të Po, hajde 2 javë në Azi me një mini buxhet. Po hajde shohim ne. Po nuk shkoj në Azi unë me një mini buxhet, nuk shkoj fare. Më mirë shkoj hiç se sa të shkoj me një mini buxhet. Jepi drejt. Pra ulesh për mëngjes. Po. Dhe sot vej. Po. 2 vez, një salciçe, 18 euro jepi drejtim. Le të shkoj. A kam shkuar atje? Ku ke shpenzuar më shumë? Kush është vendi që ke thënë ore Praga doli? Nuk e kish lirë se kemi këtu çmime. Jo, varet. Kam pirë një kafe, morë shokte e mi, një kafe turke, son pi vetëm kafe turke, mirë, s'kishte as lori kafe atje drejt që mori. Dhe me robi, kjo kafja turke që ke në dorë aty në fotografi. Jo, është turkaja, jo, është tjetër. Këtu jam Leipzig. Ky është Leipzigu. Gjithsesi, kam pirë një kafe, ja 3-4 kafe, ishte ishim grup me familjarët e mi, 3 kafe turke. Unë i pagova gjitha se bëra kështu si kavalier. Në ca ëmbëlsira janë 2 koktejle, 180 euro. Në qendër të Pragës. Po mu në qendër të ora astrologjike. Do momente sa krenar për veten tënde. Jo, naja ku i ke hodha direkt ç'është kjo. Po kur u largove nga grupi dhe u takove me Nusen, i the kështu kollitë pa. Jo, Nusi as ta gjë, thjesht fillova unë të thoya. Mjaftueshëm tavolinë. Jo, ajo ka qenë kështu shpenzimi më kështu pa lidhje që kam bërë ndonjëherë, se ishte shumë i tepruar. Aty thash, "Okay." Po çfarë ofronte kjo kafe? Kishte edhe një shërbim kështu happy ending në fund. Shumë lekë. Asgjë. Kafe ishte shqiptar madje. Në esencë shfaqe, flasim për shfaqje. Tani tutje në çantë me vete, qesën e lori kafes me vete dhe. Shko, janë ca makineta, janë me bateri. Spiun pi turke. Janë ca makineta për ata që na spin turke. I blini dhe në AliExpress, merrni ato çaldet e lori kafesi, merrni me vete. 500 lekë kafja? Jo, 300 lekë dhe më lirë. Është bateria ajo dhe e bën të shtrydhur vetë. Bën si në shtëpi, kështu. E gjete dhe i zgjidhja. Jemi të sigurt që s'është nga Gjirokastra? Ja kam gjetur. Doni të dini se si kam kursyer një herë në mes të Bangkokut. Po kurset në Bangkok morë të hëngër. Po kurset, që kushton pak po dhe kurset. Kisha probleme me kartën. Nuk po më punonte karta fizikisht, po punonte vetëm karta kur e kisha. A pse ke dhe kartë? Po patjetër. Po punonte karta në telefon. Atëherë ç'a bëra pash që nëse konsumoja ushqim jashtë hotelit, më kushtonte më shumë se sa të konsumoja ushqim brenda hotelit. Sa më shumë? Dhe bukova një hotel përballë hotelit tim me full book, që ta haja bukën atje se kushtonte më lirë se sa te hoteli. Seriozisht e ke? Po. Bravo Arion, na bëre shumë krenar. Pagova një dhomë e cila kushtonte më lirë se dhoma ime dhe më kushtonte më lirë se sa ta haja 3 vakte jashtë, sepse jepte vakte të përfshira. Ku është qëllimi këtu? Qëllimi është që të xhirosh, unë jam me xhirime, nuk jam me pushime, ndryshe nga ju të tjerët. Po ti ishe me pushime, pra. Kush me kymi? S'ka shanse. Po të isha me pushime tjetër e sap, nuk do bukoja mëngjes drekdar, do bukoja vetëm mëngjes. Ja, e shikoj. Sa vi shaka. Nuk jam kaq ekstrem, po ty Arion kush ti vendos buxhetet? Sponsorat. Sponsorat. Nuk gruaja, nuk Graçi na dëgjojnë. Graçi na dëgjojnë nëpërmjet radios. Po ka dhe sponsora gra. Patjetër kompanisë mund të jenë dhe gra. Po udhëtojmë pak në kohë, po udhëtojmë në destinacione të ndryshme. Doja pak ta prekja nëse ti më lejon Italinë, se ndryshe nga shtetet e tjera që janë shtete disi të ftohta, Italia, Venecia në këtë rast është një shtet me temperaturë mite, është një shtet që ngjan me temperaturën tonë, ka shumë shqiptar. Ku do ka shqiptar? Shumë e madhe. Do thash pra që kjo në Prag që paguaj 180 euro për kafe në turke ishte me shqiptar, ishte kafe shqiptar. Te joti ta fut. Po s'bën ulje? Fare. Madje kafe ishte 18 euro, i shtuan një zero, haj se ka. Ta bënin atje. Ta bënin me këtë me korona, se kanë monedhën e vet koronën ata dhe i thoje ti ma kthene euro dhe aty nuk e kuptoje se çka ka ndodhur. Është vërtet dhe mua ndodhi. Sigurinë lekët. Keni parasysh të gjën, keni parasysh kur shkoni në Prag? Kursi këmbimit. Me kursin e këmbimit. Ti këmbeni tek më mirë ti blinin korona, të paguani me korona sa me euro. Po dhe tek exchange në Prag keni kujdes, janë disa exchange që nuk e thon dhe ju marrin 20% taksë. Ja, dhe kjo është
këmbeni parat. Kështu që pyeteni përpara se të këmbeni parat, për në përgjithësi në Prag, pyesni ka përqindje? Jo, s'ka, sepse ju mbajnë realisht 20%. Venecia doja ta gacmoja para, s'kemi kohë? Jo, jemi në fund, me thënë drejtën. Asë Venecia shumë e mirë, shumë e bukur, një herë shkohet, me thënë të drejtën, nuk është se të si moderatorët që kanë skalet duhet ta thonë. 2 minuta të tregjia. Duhet 2 minuta të tregjia. Nuk do kthehesha më në kuptimin që nuk më okay. Spektakël që nga si vend. Po jo më është shumë i mirë, po këto tjera e kthyen ata ka drejt. Duke shmuar këtu. Po më mirë, po tani. Ta them unë sen. E fat. Se në Venecia do të ecë. Jo po ec, jo po edhe Vjenën e kam bërë në këmbun, këmbët Kallo. Unë ec shumë për qytete. Po jo më ec janë në këmbun se doja ta ndjej ato në Vjenën, sa do shkoja të bëja një foto me bustin e Goethes aty. Në Venecia nuk ka zgjidhje dhe taksit në Venecia janë 400 euro e sipër, kështu që nuk është, po shkoja kemi këtu në regji kemi edhe nga Venecia. Merje barkën aty si metro 2 euro. E mora edhe në Praga të barkën. Ku diun pse më shkon kështu syri tek varkat, shkojnë ato. Po kam qef këto varka. Ka qef luksit më, luksi më pëlqen luksi. Dhe më shesemi te luksi, çfarë po projekton? Jemi drejt fundit apo jo, Holandjes. Çfarë po projekton udhëtimi i radhës? Si fillim nesër herë në program? Patjetër. Kam një udhtim tani së shpejti në Gjermani. Kam Qefi apo pune? Jo, qefi. Edhe qefi le ta lëm kështu. Kam filluar të shkoj shpesh. Kam filluar të shkoj shpesh në Gjermani këtë periudhë, se kam edhe njerëz atje, po gjithsesi ka filluar të më pëlqejë, nuk e kam eksploruar, kam filluar ta eksploroj dhe po më pëlqen. Mos thoshe si opsion për të jetuar Elban. Jo. Do ikje ndonjëherë nga Shqipëria? Jo. Nuk e di. Never say never. Por nuk e di. Nuk është se kam pas mundësi për tik, nuk kam ikur. Si ket në moshën tënde tani avash. Hajde se flasim, pyet një baba që po i rritet fëmia. Jemi një mosh për të. Pyet një baba që po i rritet fëmia. Di këtë historinë e moshës tuaj, ta themi në backstage se jo për publikun. Një mosh jemi. 40 jam unë. Po 40 jam edhe unë, kështu një mosh. 85 jemi. Si se tregoni fare mërçuna çfarë millennials. Ne nuk i tregojmë në millennials. Ne vjen keq të dashurmiq, po koha në dispozicion për të ftuarin tonë, edhe pse do donim ta zgjasnim edhe më shumë këtë bisedë. Ka përfunduar me shpresë që të keni kaluar mirë, të keni mësuar diçka më shumë apo ndryshe për një moderator i cili tani më është në të përditshmën tuaj. Unë nuk jam interesant në intervista, kështu që. Dhe t'ju themi të vërtetën, edhe vërtet do ta mbyllim këtu këtë intervistë, po ke kafja poshtë. Ta mbyllim dhe ne programin, gjithsesi ne do të jemi akoma për 30 minuta të tjera në transmetim Top Albania Radio, kështu që vazhdoni të qëndroni me muzikë të mirë dhe me informacione që do të ndalen përsëri në Prag. Rikthehemi pas pak. Alban, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë kënaqësi gjithmonë. Gjithmonë kënaqësi.